për një sen, vje keq edhe mëdhimet që kote fundit se ka pos për krojen sa u dashtë. Edhe e kom diskutu edhe me Shpatin në studio, gjatë kohëve që kena bo, që kena punu, e kom diskutu, për prapë në tjetë ndërgjigjen e secilit, na kush kena mujtë në përkra, e kena përkra, i kemi nejt offer. Po thu bini që vetë Shpati ka thënë që nuk po ka përkrajen që kishte dikur nga kolekti ti? E kom diskutu në studio, e kena diskutu në studio, po. Nëse ka qenë nevoja një shpërndarje e Kongës, nuk po flasë për bashkëpunime, se të bashkëpunimet nuk mëjme fajtësu edhe gjithmonë, dikën se cili po planet e veta diqka, po nuk ju ka dhonë përkraja sa u doshte sa e ka meritu Shpati. Të më thonë, nasë që kemi njohë, se Shpati s'ka ditë kur mi thonë, jo, kërkoj nëse ka qenë pyetje për një kong, që tha një ma herët për një intervist, për një emision, për një bashkëpunim, për gjithë qka Shpati kur nuk ka ditë mi thonë, jo, kërkojna. Nëse në Shpati ka kërku diçka, po besoj që nuk ju ka dhonë, që ka meritu. E kemi prej labit. Bini përshëndetje. Po. Ta dëgjova deklaratën dhe Shtamedita është e vërtet që shumë prej figurave publike që kanë vajtu Shpatin në media sociale me informacionet të sigurta, pranë teje kom dëgju që nuk ja kanë hap telefonin në momente kur ka pas nevoj për ndihmë rreth karrierës. Po. Di edhe emra, po s'po duhet ashtë me egzageru këto me dhonë koje tjetës në të përkujtu për të mirë, po e di, që të kam përgjith, se kanë qile dhe mesazhet, edhe nëjna këto për me kujtu për të mirë sonte, po për që të sen më dhimet, më bja keq, sinqeresht.